Ka njerëz që e matin jetën me vite. E ka të tjerë që e matin me gjurmët që lëm pas. Jeta dhe veprimtaria e Namikdokles i përkasin pa dyshim kësaj të dytës. Në çdo detyrë, në çdo përgjegjësi dhe në çdo hap të rrugëtimit të tij njerëzor, publik e politik, ai ka ditur të mbetet fisnik në mendim, në qëndrim dhe në veprim. Fisnik në gjithë sa ka bërë, kudo ku i është dhënë mundësia të shërbej, ai ka arritur të shënjojë gjurmë që nuk shlyhen lehtë. Gjurmë për kushtimi, ndershmërie dhe përgjegjësie, ndaj njerëzve dhe ndaj vendit. Këto gjurmë nuk janë thjesht kujtime të një kohe, por dëshmi të një karakteri që ka ditur të mbetet i drejtë edhe kur rrugët kanë qenë të vështira. Në këtë përvjetor të rëndësishëm, 80 vjetorin e lindjes së Namikdokles, nderimi shkon jo vetëm për vitet e jetuara, por për vlerat që ato vite kanë mbartur. Për urtësinë, për kushtimin dhe për shembullin që mbetet një referencë për shumë të tjerë. Në këtë përvjetor, televizioni Ora News i shpreh Zotit Namikdokle mirënjohje për rrugën e bërë, urimet më të sinqerta dhe respektin që buron natyrshëm nga një jetë e jetuar me dinjitet. Gëzuar 80 vjetorin Namikdokle.